Jemi mbledhur sot këtu, kemi thirrur këtë konferencë për media me qëllim të trajtimit të raportit të zyrës auditimit, një raport skandaloz. 17 milion euro të kesh përdorura. Ky do duhet të ishte titulli i prezantimit të raportit të zyrës kombëtare të auditimit, me të gjetura mjaft shqetësuese lidhur me kesh menaxhimin e komunës së Prishtinës gjatë vitit 2024. Ky raport nuk është vetëm një pasqyrë shifrave dhe shkeljeve teknike, është një akt akuzë morale dhe institucionale ndaj një qeverisje që ka degraduar standardet minimale të përgjegjësisë publike, duke e artikuluar një të vërtetë e cila nuk mund të injorohet. Opinioni dhënë nga zyra kombëtare e auditimit del të jetë një opinion i kualifikuar, që në gjuhën e thjeshtë nënkupton se pasqyrat financiare të paraqitura nga komuna nuk janë të sakta dhe më shqetësuesja nuk janë të besueshme, dhe përgjegjësia bie direkt mbi qeverisjen lokale të drejtuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me përparim Ramën kryetar. Raporti përmban në vete shkelje të rënda, llogaritë të turbullta, që për çudi as drita e ligjit nuk po arrin të zbulojë të gjitha, edhe pse ne si grupi Lëvizjes Vetëvendosje i kemi kundërshtuar dhe argumentuar në vazhdimsi shkeljet të shumta që kanë ndodhur në shpërputje me legjislacionin dhe rregulloret në fuqi, dhe që tani po vërtetohen nga një organ mjaft kredibil siç është organi Zyra Kombëtare e Auditimit. Raporti përmban 27 rekomandime, 12 prej të cilave janë të reja dhe 14 janë të përsëritura, dhe kjo është një dëshmi e qartë e mosvullnetit për ndryshim. Qytetarët duhet ta dinë të vërtetën se në çfarë mënyre po shpërdorohen jetët publike dhe kush po e lejon këtë. Në një kohë kur do të duhej të ndërtohen themelët të forta të menaxhimit profesional dhe institucional, Prishtina në udhëheqjen e përparim Ramës dhe RDK-s ka rritur drejt një paradigme të rrezikshme të qeverisjes së mbyllur, të papërgjeshme dhe abuzuese. Tani do t'i përmendim disa nga gjetjet që paraqesin shkelje mjaft të rënda. 5.12 milion euro të transferuara pa asnjë punë të kryer. Sipas një gjendje alarmante nga raporti i auditimit, Komuna e Prishtinës ka transferuar të gjitha mjetet financiare për 2 projekte kapitale, salla multifunksionale Tulltoria dhe salla koncertale e Gërmis të UNDP në mënyrë të jashtëligjshme. Në total, 5.120.000 euro janë paguar pa asnjë punë të pranuar, pa asnjë raport teknik dhe pa asnjë mbikëqyrje reale. E gjithë kjo procedurë në kundërshtim me ligjin e prokurimit publik dhe ligjin e buxhetit për vitin 2024. Kjo kontratë ka kaluar kompetencat e komunës, duke i deleguar të gjitha përgjegjësitë UNDP-s përfshirë edhe prokurimin. Për më keq, edhe pse të gjitha fondet janë paguar që në vitin 2024, në shtator 900.000 euro, në tetor 1.200.000 euro, në nëntor 300.000 euro dhe në dhjetor 2.720.000 euro. Raporti i progresit të projektit i muajit shkurt 2025 tregon se projekti ende s'ka filluar. E gjetur tjetër është lidhja e kontratës për projektin pavarësisht ekzistencës së kontratës aktuale për shërbime të ngjashme. Komuna me datën 27/03/2023 ka lidhur kontratë me titullin konsulencë për themelimin e shërbimit të arkitektit të qytetit për nevojat e komunës së Prishtinës me vlerë 12 milion euro. Kjo kontratë përfshin përgatitjen dhe standardizimin dhe dizajnimin e projekteve të ndërtimit, planeve urbanistike, hartave zonale. Gjithashtu përfshin edhe konsulencë dhe projektimet të arkitekturës për nevoja emergjente të kryeqytetit. Gjatë auditimit është vërejtur se në 21/02/2024 komuna kishte lidhur një kontratë me vlerë 1.200.000 euro për konkursin dhe projektimin e objektit Art Technology Hub Tulltoria. Shërbimet e përfshira në këtë kontratë janë të njëjta me ato të përfshira në kontratën ekzistuese, konsulencë për themelimin e shërbimit të arkitektit të qytetit për nevojat e komunës së Prishtinës me vlerë 12 milion euro, e cila mbulon edhe nevojat të tilla projektimi varësisht prej kërkesave të komunës. E gjetur tjetër është aplikimi i procedurave të prokurimit me negocim pa publikim të njoftimit, jo në përputhje me ligjin e prokurimit publik. Sepse sipas nenit 35 të këtij ligji, autoriteti kontraktues mund të përdorë procedurat e negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës, vetëm në raste të emergjencave ekstreme që janë shkaktuar nga një ngjarje objektivisht të verifikueshme, e cilat nuk kanë pasur mundësi të parashikohen me arsye nga autoriteti përkatës ekzistues. Komuna ka zhvilluar procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratën ofrimi makinerisë shtesë për shërbimin e grumbullimit, transportimit dhe deponimit të mbeturinave komunale në vlerë prej 1 milion euro. Kjo ishte bërë përmes angazhimit të një operatori privat me afat 1 vjeçar, ndërsa komuna kishte kontratë aktive në shtëpi me KRM Pastrimin për shërbimet e tilla të lidhura me 29/02/2024, ku komuna e Prishtinës është aksionare kryesore.
Përdorimi i kësaj procedure është arsyetuar nga komuna në bazë të vendimit për shpalljen e gjendjes emergjente që u bë me 14/2/24, i cili pasonte nga një raport i përgatitur nga grupi i themeluar me 8/11/2023. Komuna kishte kohë dhe ishte në djeni për problemet me operatorin ekzistues kërë pasrimi përmes ankesave të shumta të qytetarëve dhe vrejtjeve të përsëritura për mosbatim të detyrimeve sipas kontratës. Kjo situatë tregon se nevoja për angazhim shtesë të makinerisë nuk ishte e paparashikueshme. Komuna ka lidhur madje edhe një kontratë ndërtimin e strehimorës për qend enda cakt të negociuar në vlerë prej 410.000 euro. Përmes procedurës të negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës. Si arsye, komuna ka përdorur një situatë emergjente lidhur me rrezikun që paraqesin qet enda cakt për qytetarët. Megjithatë, nga auditimi është konstatuar se kjo kontratë është e lidhur si pasojë e një kontrate paraprake në vlerë prej 187.000 euro, e cila paraqet ndërtimin e strehimorës në Slivov në një sipërfaqe prej 8 hektar dhe më pas komuna kishte bërë vendosjen e projektit në një lokacion tjetër në Hajvali. Komuna kishte lidhur kontratën renovimi institucioneve edukative arsimore Bifet në vlerë prej 849.000 euro përmes procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës. Si arsyetim është përdorur vendimi i kryetarit të komunës për miratimin e programit shërbitor të shkollës. Edhe kjo nuk ishte një arsye për ta bërë pa publikim. Shkelje tjetër është subvencionimi i OJC-ve pa thirrje publike, i cili po bëhet në vazhdimsi dhe po përsëritet në të gjitha raportet e auditimit. Raporti konstaton qartë dhe pamëndyshje. Pasqyrat financiare të komunës së Prishtinës nuk japin në pasqyrë të saktë dhe të drejtë të fondeve publike. Si rrjedhoi, zyra auditorit ka dhënë një opinion të kualifikuar për pasqyrat financiare dhe ka shprehur konkluzion negativ për pajtueshmërinë me ligjin. Të nderuar qytetarë, kryeqyteti me buxhet prej 122 milion euro për vitin 2024, ky raport në kryeqytet, ky raport është dëshmi e qartë e menaxhimit jo adekuat, të pakontrolluar dhe në disa raste i jashtëligjshëm bazuar në praktikat e menaxhimit të financave publike. Milionit i përmbledh disa nga gjetjet më serioze. Janë identifikuar mbi vlerësime në pasqyrat financiare dhe në disa kategori thelbësore si detyrimet kontingjente janë prezantuar gabimisht me një mbivlerësim prej afro 3.9 milion euro. Është dokumentuar rasti ndërlidhjes së kontratave të mëdha kapitale pa mbulesë të mjaftueshme buxhetore, çka përbën shkelje të drejtë për drejta të ligjit për buxhet. Në një rast të vetëm, obligimet marrin shumën prej 1.3 milion euro më shumë se sa fondet e planifikuara. Deri në fund të vitit, komuna kishte arritur të shpenzoj vetëm 56 milion euro, apo 63.1% të buxhetit. Nga kjo vlerë, vetëm në muajin dhjetor janë realizuar pagesa në vlerë afro 20 milion euro, që i bie 35% e buxhetit total të shpenzuar. Kjo paraqet fryrje të qëllimshme të vlerës së investimeve kapitale, për të dukur të suksesshëm si qeverisje dhe fakti që pagesat janë bërë në dhjetor, kur LDK-ja ka qenë fuqishëm e angazhuar në fushatën zgjedhore, për ne flet mjaft. U zbuluan parregullsi serioze në subvencionimet publike dhe kopshtet publiko-private, duke përfshirë manipulime me të ardhurat e prindve dhe raportime të rreme. Si që dini, gjatë vitit 2024, komuna ka paguar afro 60.000 euro në formë të subvencionimit për kopshtin publiko-privat Botanika. Ka munguar komisioni komunal për verifikimin dhe vlerësimin e dokumentacionit gjatë vitit 2024 dhe listat janë dorëzuara në komunë pa pagesë. Ato ishin nënshkruar vetëm nga administratorja e kopshtit dhe pa përfaqësuesit të komunës, ashtu siç kërkohet në vendimin e kryetarit të komunës, dhe kjo përgjegjësie bie direkt mbi kryetarin Rama, i cili është përgjegjës në vendosjen e kontrolleve të brendshme të cilat përcaktuan dhe si të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e pasqyrave financiare, aq keq deklarime materiale të shkaktuara qoftë edhe nga mashtrimi apo gabimi. Gjatë auditimit janë evidentuar 2 raste ku lejet për zhvillimin e punimeve janë lëshuar pas nënshkrimit të kontratave. Ato raste janë: në rastin e ndërtimit të qendrës për punë sociale me vlerë të kontratës prej afro 3 milion, leja ndërtimore është lëshuar me datën 20 shkort 2025
ndërkohë që kontrata për realizimin e projektit ishte nënshkruar në muajin nëntor të vitit 2024. Në projektin për ndërtimin e rrugës në lagjen Kodra e Trimave, me vlerë kontrate prej afro 600.000 euro, është vërejtur se punimet kishin filluar në korrik të vitit 2024, ndërsa vendimi për dhënien e pëlqimit nga Drejtoria e Urbanizmit është shkruar vetëm në gusht të vitit 2024. Pra pas fillimit të punimeve dhe pas nënshkrimit të kontratës me datën 3 korrik 2024. Në 10 raste janë bërë pagesa pa respektuar procedurat në bazë të financave publike. Urdhërblerjet janë përgatitur pas marrjes së fakturave, zotimet janë nënshkruar pas kryerjes së shpenzimeve, fakturat janë paguar me vonesa për te afatit ligjor. Ky raport është një dëshmi zyrtare e degradimit të qeverisjes komunale në Prishtinë, atë që ne e kemi thënë qysh nga fillimi. Ky raport po ashtu është tregues i qartë i mungesës së kontrollit të brendshëm, mungesës së planifikimit dhe mungesës së përgjegjësisë institucionale. Nuk mund të kërkojmë investime e modernizim nëse në të njëjtën kohë përdorimi i buxhetit ndodh në këtë mënyrë të paarsyeshme dhe të paarsytuar. Ky raport ka dhënë 27 rekomandime konkrete për përmirësim. 14 prej tyre ishin rekomandime të përsëritura nga vitet paraprake, çka nënkupton që nuk janë zbatuar fare dhe përparim rama e ekzekutivi i tij as që janë lodhur për të ndryshuar ato ani pse kishte pajtueshmëri. Prandaj, sot përmes jush, përfaqësuesve të mediave dhe ne, si zëri i qytetarëve të komunës së Prishtinës, bëjmë thirrje për hetim të menjëhershëm të rasteve me dyshim për keqpërdorim nga organet kompetente, prokuroria dhe hetyesia. Përgjegjësi administrative, politike dhe ligjore për të gjithë ata që kanë lejuar një menaxhim të tillë të papërgjithshëm të parave publike.